Me hirin e Perëndis, e të dashur vëllezër dhe motra të bekuar në Krishtin, jemi mbledhur sot në këtë monokrisi të bekuar sipas traditës të qytetit dhe të mitropolison për të kujtuar dhe për të gëzuar me triumfin e ortodoksisë sonë, me lartësimin e ikonave të nderuara në këtë diel të parë të Kreshmës së Madhe, të kësaj periudhe paraprekatitore që na drejton te gëzimi i madh, tek paqja e madhe, te ngjallja e Zotit ton Jezu Krisht. Kreptojmë sot, siç tham, triumfin e ortodoksisë, lartësimin e ikonave, fitoren e kishës. Fitoren e kishës e asaj kishe, e kësaj kishe që u luftua historikisht, që nga themelimi i saj, u luftua në shekujt e parë nga perandorët dhe nga mbretërit e fuqishëm të asaj kohe, më pas u mundua dhe u luftua dhe pati probleme, dallgë dhe shqetësime të mëdha nga herezitë e ndryshme, të cilat një përqindje shumë të madhe në mos të gjitha u krijuan edhe lindën nga njerëz që ishin brenda kishës. E mëtej u luftua dhe u përndoq nga sisteme të ndryshme totalitare, politike, nga sisteme shoqërore, dhe jemi shumë prej nesh dëshmitar të kësaj gjëje, sepse ndodhi për 50 vjet edhe në vendin ton një luftë e tillë e pamëshirshme kundër kishës për të arritur të paarritshme, atë që besonin se mund të vrisnin Perëndin, se mund të zhduknin besimin e popullit në Jezu Krishtin dhe në atin që e dërgoi atë. Mirëpo, të gjitha këto kisha i kaloi, edhe arriti deri në ditët e sotme, dhe ne me krenari dhe me mburje shpirtërore kreptojmë sot triumfin e kishës dhe lartësimin e saj. Edhe kjo ndodhi sepse kisha që në themelimin e saj kishte premtimin e Zotit që tha se edhe sikur dyert e ferit të hapen, nuk kanë për ta mposhtur atë. Edhe pastaj në vonë Shën Joan Gojarti thotë se kisha tronditet, por nuk mundet. Kisha zhytet, dallgët e godasin atë, por nuk mbytet. Kisha sulmohet, por nuk mposhtet. Edhe vetë ky atë i shenjtë i kishës bën një pyetje të cilës i përgjigjet po vetë, dhe thotë, ku janë ata që e luftuan kishën? U zhdukën si ty mi përgjigjet, edhe nuk mbeti asnjë gjurmë prej tyre, si shtemi dhe në vargjet gjallësore të Pashkës, ku themi si të zhdukem 2000 të zhdukem, si të shkrin qiriri nga faqa e zjarrit. Edhe vargu tjetër që thotë, dhe të largohen nga faqa e tij ata që i kanë mëri, dhe u zhdukën nga faqa e Perëndisë, dhe u zhdukën nga faqa e tokës, të gjithë ata që e luftuan kishën, të gjithë ata që i patën mëri Perëndisë, edhe nuk deshën bashkimin e njeriut me Perëndin dhe jetën e përjetshme të njeriut në parajs me Perëndin. Por le të shikojmë shkurtimisht historikun e ditës së sotme. Në vitin 726 të perandori Leo Isauri asaj kohe, i tunduar dhe i ngacmuar nga rrymat të ndryshme të kohës së tij, nga monofisitët, por le të themi edhe nga Islami që sapo kishte dalë në atë periudhë, deshi që të hapte një luftë kundër ikonave. Mendoi se ato ishin idhuj. Edhe vini patriarkun edhe i tha të jepte urdhër që të shkatërroheshin të gjitha ikonat nga tempulli, të zbriteshin ikonat nga ikonostaset, sepse janë idhuj. Të krishterët ranë në idhujtari, thoshte perandori. Këtu, në një përqindje shumë të vogël, kishte pak të drejtë, sepse kishte nga ata njerëz në atë periudhë që i jepnin ikonave një adhurim të cilin nuk duhet ta kenë dhe nuk i përket. Por patriarku i urti tha, madhëri, kjo gjë nuk mund të bëhet dhe nuk mund të akuzohemi për idhujtari, sepse
ne e dim që çfarë janë idhujt edhe çfarë janë ikonat. Idhull është diçka kur ti e krijon, edhe e mendon se ai është Zot. Ajo ikon, ajo skulptur, ajo pemë, ai gur që besoni të vjetë njerëzit në lashtësi, edhe i fales që si të ishte Perëndi. Por kjo gjë nuk ndodh me ikona. Të krishterët e din se ne nuk i falemi drurit, nuk i falemi gurit, nuk i falemi ngjyrave, nuk i falemi xhamave që mund të jenë një ikonë. Ne i nderojmë ikona, edhe jemi të bindur se nderimi që ne japim ikonës shkon tek prototipi, tek ai që është ikonizuar. Pra nuk mbetemi në materie, mendja jonë shkon përtej. Ikonat janë një udhëfyes ose një dritare që na çon ne tek personi që është ikonizuar. Ose kur shikojmë kryqëzimin e Zotit, gjalljen e Zotit, ngjitjen e Zotit në qiell, neve nëpërmjet asaj ikone përpiqemi që të futemi brenda asaj ngjarjeje. Çdo ditë sa herë që e shikojmë atë, kujtojmë thirrjen që kisha na bën, sot varet mbi drurit, sot ngjallet, sot ngjitet në qiell, sepse po ta kemi vënë re, ne i festojmë të gjitha festat kishtare në të tashmen. Dhe sa herë që ne shikojmë të ikonizuar këto momente historike dhe të shenjta për të gjitha të besimit tonë, ne përpiqemi që t'i përjetojmë ato. Pra na drejtojnë tek ai fakt shpëtues që ka ndodhur, tek ai fakt, tek ajo ngjarje që ka një rol të madh për jetën tonë shpirtërore dhe na drejton ne tek jeta me Perëndin. Kështu të krishterët e dinë se çfarë bëjnë. Nuk jemi të marrë që t'i falemi drurit edhe bojrave, edhe xhamave, të ikonave. Është një lloj, sikur kemi një fotografi të njeriu tonë të dashur. Neve kur e shikojmë dhe buthit të përmalluar, nuk jemi të marrë të besojmë se buthim letrën. Nuk ka marrë malli për letrën, për fotografinë. Mendja jonë, zemra jonë, dëshira jonë shkon tek personi që është në fotografi. Tek njerëzit kemi largu, ose tek njerëzit që kanë ikur nga kjo jetë, për të cilët në mënyrë njerëzore ndjejnë mall edhe trishtim për mungesën e tyre. Dhe shumë nga ata që akuzojnë kishën për një lujtari, përdorin porosin që thotë mos bëj idhuj për veten tënde, dhe mos t'i falesh dhe mos t'i terosh ata. E vërtet është, por thotë të mos bësh idhuj. Do me thënë të mos besosh të ajo që këtën ti është Perëndi dhe duhet t'i falesh. Dhe thot vërtet atje që të mos bësh piktur ose skulptur të asgjëje që është në tokë, apo që është në qiell, apo që është nëntë. Por këtë e thot me kuptimin që të mos t'i bësh dhe mos t'i falesh, sepse vetë Perëndia që i dha Mojsiut këtë porosi, ishte ai Perëndi që kur e porositi se si të bënte arkën, ku do të vendoseshin fllakat që mori Mojsiu në malin Sina me 10 porosi, e porositi që në kapakun e saj të bënte 2 qeruvim. Pra, 2 pamje ëngjësh. Dhe nga kjo kuptojmë se tek porosia Zoti na thotë që të mos bëjmë ikon ose skulptur të asgjëje që asaj që është në tokë, me qëllimin për t'u falur. Po nëse Jesu Krishti do të kishte ardhur në ditët e sotme, kur të gjithë kemi një aparat fotografik dhe një celular në dorë, nuk do të ishte dikush, të gjithë ne do ta kishim një fotografi me të. Kështu që nuk duhet t'i ngatrojmë këto gjëra, dhe ata që i ngatrojnë, nuk i ngatrojnë pa dashje. E dinë, por qëllimi i tyre është për të luftuar kishën. Dhe në vitin 787, pas 61 vjet për ndjekje të madhe, umblon sinodi 7 ekumenik, edhe vendosi këto që sa po thamë, vendosi se nderimi i ikonës i shkon prototipit, dhe urdhëroi rivendosjen e ikonave të shenjta në kisha. Po kjo mbajti vetëm 26 vjet, sepse në vitin 813 një perandor tjetër që erdhi deshi sërish të bënte të njëjtën gjë, dhe sërish u dha urdhër që të ulen ikona, që të shkatërrohen ikona, që të hiqen nga ikonostase, dhe për 30 vjet të tjera vazhdoi një luftë e ashpër, edhe të krishterët ortodoksët, megjithse ky term nuk ekzistonte atëherë, por ortodoksët ata që ruanin besimin e vërtet, sepse prandaj kemi marrë këtë emër,
ortodoks, do me thënë që lavdërojnë Perëndin në mënyrën e vërtetë, kemi ruajtur traditën e vërtetë, kemi ruajtur mësimin e vërtetë të kishës. Të gjithë ata u përpoqen që t'i mbronin ikona, i fshehën me shpresën se do të vinte një ditë që do të lakusoheshin sërish. Dhe kjo është shumë emocionuese, sidomos për ne në këtë vendin tonë. 23 vjet që vendi ynë u shpall i vetë një shtet ateist në botë, ku çdo shprehje e lirisë fetare u ndalua, a nuk bën këtë të parë tanë me shpresë të madhe, me dashuri dhe me besim të madh, u përpoqën u turën në përkisha para sa të prisheshin për të marrë ikonat dhe për t'i ruajtur ato, dhe i vendosën në vende sa më të fshehta në shtëpi duke rrezikuar edhe jetën, edhe të ardhmen e fëmijëve të tyre, me shpresën se një ditë kisha do të hapeshin dhe ikonat sërish do të rivendoseshin në vendin e tyre. Dhe më kujtohet dëshmia e një gruaje në qytetin Gavi, tashmë është e madhe në moshë, por në ato ditë që bëhej gati mbyllja e kishave, kishte parë një ëndër, sikur kishin ngarkuar të gjitha ikonat e kishës së Shëntodrit në Vlorë në një karrocë dhe po i çonin diku dhe besimtarët që i ndiqnin nga pas. Dhe aty në vizionin e saj, në ëndrrën e saj, ndoshta nga shqetësimi, nga besimi, nga dashuria, nuk e di se Perëndia i lejon disa gjëra, një nga ikonat i kishte folur besimtarëve dhe i kishte thënë që mos keni merak, ne do të kthehemi sërish. Pra me këtë besim, njerëzit i ruajtën edhe i mbrojtën ato ikona. Dhe në vitin 843, pas afro 120 vjetë luftë dhe përdjekje të ashpër, sinodi që mbrojt në Konstantinopol vendosi të njëjtë të gjitha vendimet e sinodit të shtatë ekumenik dhe u vendosën ikonat sërish në mënyrë triumfale në kishë dhe u bë një litani si ajo që do të bëjmë ne sot dhe u përcaktua që çdo vit në të dielën e parë të Kreshës së Madhe të bëhet kjo gjë në të gjitha kishat ortodokse dhe në respekt të këtij vendimi dhe ne në fund të liturgjisë synore do të bëjmë litaninë e ikonave. Por, për të marrë një mesazh tjetër nga dita e sotme, a u thua vallë se lufta kundër ikonave u bë vetëm në shekullin e 8 dhe të 9 në këto 120 vjet? Jo, vëllezër. Lufta e ikonave ka filluar që me krijimin e botës, sepse ikona e parë që u krijua është njeriu që u vendos në parajs, si thot në Zanafil, le ta bëjmë njeriu sipas ikonës dhe shëmbëllesës sonë. Pra njeriu i krijua sipas ikonës së Perëndis. Dhe djalli, duke binyer Evën dhe duke i tërhequr në mëkat, çfarë bëri? Shkatroi nëpërmjet mëkatit ikonën e Perëndis. Pra ikonoklasti i parë është djalli dhe ikonoklasti i vazhdueshëm është po djalli, dhe ai që shkatron shpeshherë ikonën e gjallë të Perëndis që është njeriu është mëkati. Dhe shpeshherë jemi ne vetë që shkatrojmë ikonën e Perëndis që është në ne, nëpërmjet mëkatit tonë, nëpërmjet pasioneve tona, nëpërmjet krenarisë tonë, nëpërmjet lakmisë tonë, nëpërmjet jetës së shturur që bëjmë, nëpërmjet indiferencës. Çfarë bëjmë ne? Largohemi nga Perëndia. Mëkatojmë dhe shkatrojmë ikonën e Perëndis që është tek ne. Dhe më keq akoma, me sjelljen tonë shpeshherë shkatrojmë dhe ikonën e Perëndis që është tek i afërmi ynë, te vëllai ynë, duke shpikur për të, duke i ngritur kurthe, duke mos dashur të mirën e të afërmi dhe të vëllait tonë. Dhe kjo është një gjendje jo e mirë shpirtërore. Madje shpeshherë me sjelljet tona shkatrojmë dhe ikonën e Perëndis tek fëmijët tanë, sidomos ato nëna që zgjedhin nëna, nëse mund të quhen, që zgjedhin të abortojnë, që vrasin ikonën e Perëndis që është duke u formuar brenda trupit të tyre. Por le të mos të shpërohemi, vëllezër. Ne që kemi parë shumë ikona të vjetra, e dim se ka disa laboratorë në të cilat mund të çojnë këto ikona dhe mund të restaurohen. Edhe me shumë kujdes, me shumë punë, me shumë durim, me shumë solucione të përshtatshme për këto, ata restauratorët i kthejnë asaj ikonës shkëlqimin e dikurshëm. I nxjerrin ngjyra që kishte në fillim, rregullojnë fytyrat e shenjtorëve,
Do më thoni pse na I thua këtë? Sepse ka një laborator të tillë restaurues edhe për ne që jemi ikonat e gjalla të Perëndis. Dhe është kisha nëpërmjet mistereve të saj, nëpërmjet lutjes, nëpërmjet kreshmës, nëpërmjet korullësisë, nëpërmjet mistereve të pagëzimit, të mirosjes, të pendimit dhe të rrëfimit të cilin e theksuam para 2 javësh këtu në këtë kishë, të cilin doja ta theksoja sërish sot, që të mos e shmangim dhe të mos heqim vëmendjen tonë nëpërmjet misterit të kungatës hynore që do të marrim të gjithë ne pas pak. Këto janë mënyrat, solucionet që kisha me kohën na I restauron e ikonën. Edhe brenda nesh dhe jashtë nesh del sërish shkëlqimi I motshëm, si themi në shërbesën kur përcjellim bukurinë e motëshme, na nxjerr Perëndia bukurinë e motëshme, na bën sërish ikonë të Perëndis ashtu siç na krijoi. Vëllezër dhe motra, sot do të bëjmë litaninë e ikonave. Do të mbajmë një ikonë në dorë dhe do të dalim rreth kishës. Por ka një litani më të mirë dhe më të bukur dhe më të saktë që ne mund të bëjmë. Nëse ruajmë ikonën e Perëndis në veten tonë, e gjithë jeta jonë, kudo që shkojmë, çfarëdo që bëjmë, çdo ditë jetës sonë, është litania e një ikone të gjallë të Perëndis. Gëzuar dhe për shumë vjet të gjithë.